Fatos Bytyqi, vllai i 3 shqiptarëve me shtetësi amerikane të vrarë 15 vjet më parë në Serbi, thotë se ka bindje se me vazhdimin e mbështetjes nga qeveria amerikane çështja do të zgjidhet. Yll Agron dhe Mehmet Bytyqi u arrestuan në korrik të vitit 1999 nga forcat serbe në afërsi të vendkalimit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdar. 4 ditë para përfundimit të një dënimi për 15 ditësh, 3 ish anëtarët e UÇK-s u morën nga burgu dhe u dërguan në Petrovo Selo, ku vran nga afërsia. Trupat e tyre u gjendën në një varrezë masive me duar të lidhura me tela. Me gjithë zhvillimin e 2 proceseve gjyqësore në Serbi, askush nuk është dënuar për këtë çështje. Zoti Fatos Bytyqi u intervistua në New York nga kolegu Julian Zyla. Zoti Bytyqi, faleminderit që pranuat ftesën tonë për këtë intervistë në këtë moment të veçantë për familjen tuaj. Ju faleminderit për thirrjen tuaj. Së pari doja të pyesja, a ka ndonjë zhvillim të ri lidhur me këtë çështje, jeni kontaktuar nga dikush lidhur me ndonjë zhvillim të ri? Po, ka çështje që jemi kontakt me, kam qenë në vizitë vitin e kaluar në Serbi, kam pasur kontakt me kryeministrin, me Ivica Dačić, por një ashtu kam pasur me kryetarin Aleksandar Vučić dhe me prokurorët e krimet lufte. Ka pasur disa proba që dihen kush janë aktorët kryesorët, kush ka marrë pjesë në vrasjen e vëllezërit mi, po nuk ka sukses dhe nuk janë sinqert që do të marrin masa për ta kryer këtë rast. Në një letër për ju, ambasadori amerikan në Beograd ju shkruan se përpjekjet e qeverisë amerikane për të zgjidhur këtë çështje nuk kanë rreshtur dhe se ato do të vazhdojnë. A mendoni se qeveria amerikane do mund të bënte diçka më tepër dhe çfarë mund të ishte? Besoj, unë me ambasador Michael Kirby jam takuar në Beograd, kem pa takimin së bashku, kem qenë nën presidentin Aleksandar Vučić në takim, që 15 vjet na thonë neve që na nuk do ta lëm këtë rast. Po unë e shoh që duhet bëhet më shumë dhe të mirën senet më serioz. Nuk do të lajmë që qeveria serbe të nisë vesh premton. Po këtu e shoh që qeveria amerikane dhe Bashkimi Evropian në raste tjera, ku të bëjnë presion Serbisë, e shoh që ka lëvizjen. Po këtë rast e shoh që është shumë e ngadalshme. Besoj që do të kemi sukses për sodit, edhe besoj që qeveria amerikane, sipas fjalëve të ambasadorit amerikan, besoj që senet për sodit do të jenë të sinqerta, edhe do të kemi investigim më të gjerë, edhe besoj që do të ndriçohet ky rast, se kush janë ata personat, aktorët kryesor, kush e kanë dhënë urdhrin për të likviduar vëllezërit e mi. Se kjo është një rast tragjik për mu, familjen. Unë kam vizitu Beogradin disa herë në Serbi, kam udhëtu, kam dëgjuar se këta personat janë jo të rrezikshëm, janë disa krimet në përzim, po për ne nuk na intereson ajo. Qeveria e Serbisë ka prokurorët, ka ligjet e veta që duhet mirët masa. Ç'mendoni konkretisht lidhur me proceset gjyqësore të zhvilluara deri tani në Serbi dhe natyrisht me vendimet e marra prej tyre? Dhe ç'mund na thoni lidhur me përvojën tuaj gjatë qëndrimeve tuaja në Beograd? Proceset gjyqësore kam qenë disa herë, edhe kam qenë pjesëmarrës, por nuk ka pas sinqeritet ashtu siç thash më herët. Nuk ka diçka që çdo dëshmitar që ka qenë aty, që ka dëshmuar, nuk kanë qenë real, po janë anku që kanë kërcënime në telefona, po nuk u konë një procesi gjyqësor, ka qenë vetëm që dë bëj si që thëmë faqe e barë qeverisë mirë të tregoj se ne po bëjmë diçka për rastin vëllezër Bytyqi, ashtu që nuk ka pat diçka serios që do të mirët vendim për ta kryer këtë çështje. Në investigimin tem që kam bërë që 15 vjet edhe do të vazhdoj, dihen aktorët kush janë, dihet kush është vrasë, kush është ekzekutori, dihet kush ka dhënë urdhrin, po nuk dojnë ta bëjnë. Serbia ka
kohë që thotë se ata kanë drejtësi, por me fakt ata kur nuk janë konë drejt në asnjë rast për krimet lufteve që ndodhin sot në prokurori për rastet e Kosovës, o Bosnjë apo për Jugoslavinë, nuk ka pas sukseset në për landa që ata i krynë. Po saqërisht ata thonë që na kem kry disa landë, kanë pat arrestime, po me një fjalë popullore të na thonë me peshqit e vogjël. Ndërsa te rasti ynë janë aktor kryesor, peshqit e mlaj, ashtu non stop kam ngritur në këtë çështje, por që ato është një bllokat që s'don të shkojnë më lart. Sepse personat kanë një njohur dhe nifën si personat kryesor në Serbi. Si mësuat për atë që ndodhi dhe çfarë kujtoni për asaj kohe? Po vëllezërit e mi kanë qenë në atë moment i kanë ndihmuar një familjes, ai që është shumë normale. Ajo familje në kohë të luftës na kanë ndihmuar edhe neve, ashtu që kanë pyetur për t'i ndihmuar deri në Prishtinë, për t'i braktisur, atëherë nuk ka pa transport në atë kohë të luftës, mas që lufta është kry natën, i kanë lutë për t'i qua drejt Podujevës tjërët një qytet, po në rastisht aty arrestohen, se nuk dihet ku ka qenë kufini natën, edhe arrestohen dhe dërgohen në qyteti tjërët Prokuple, bëjnë burgimin një mëditor, edhe kërë atë mirë nga shërbimet sekrete sërbe dhe në drejtim Petrovsel dhe aty mas një kohë ekzekutohen. U kone pa besueshme, se nuk kem besu që e bëjnë sërbt, se nuk ka pat kur gjonë diçka që vija e rasti dhe këtë likuidimi i vëllezërit mi. Dhe nuk ka qenë pa besueshme. A keni shpresë se kjo çështje do të zgjidhet? Kjo çështje do zgjidhet. Unë javë këmë bërë qarë qeverisë sërbe që kjo qeshtje do zgjidhet. 15 vjetë e kini zhagu këtë landë, 15 vjetë nuk e kini punë me qeverinë amerikane. Ja e kryni këtë rast, jo me qeverinë amerikane, apo edhe unë nuk do të ri dhe të bëj çmos që do të asbardhi këtë rast. Zoti Bytyçi, faleminderit. I faleminderit ju shumë.